Policia e Shkodrës ka vjuar kontrollet anti-kanabis në territor, ndërsa si rezultat i punës për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve në kërkim, bazuar dhe në informacionet e siguruara nga inteligjenca informative, specialistët për hetimin e krimeve kanë arrestuar 53 vjeçarin me inicialet LK banues në Ivanaj. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e Shkodrës i ka caktuar masën e sigurisë arrestit me burg për veprën penale kultivim të bimëve narkotike kryer në bashkëpunim. Ai dyshohet se në bashkëpunim me 3 shtetas të tjerë në muajin korrik të vitit 2023 ka kultivuar 161 bimë kanabisi në fshatin Ivanaj. Materialet për këtë rast i kanë kaluar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme. Ndërkohë, gjatë 24 orëve të fundit, specialistët për hetimin e krimeve arrestuan një 41 vjeçar me inicialet NK banues në Bardhaj, pasi është denoncuar nga bashkëshortja se ka ushtruar dhunë ndaj kësaj të fundit. Ndaj tij rëndon akuza për dhunë në familje. Gjithashtu u procedua në gjendje të lirë një 70 vjeçar me inicialet FR banues në Shkodër, pasi në fshatin Dobraç ka shpërdoruar një sipërfaqe toke duke hedhur inerte. Ndërkohë një 17 vjeçar u procedua pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Materialet për këtë rast i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.